Rreth 2.2 miliard lekë janë dhënë me tender të dyshimt biznesmenit të njohur të naftës dhe gazit Yusuf Berberi. Fondi është nga QSUNT për blerjen e medikamentit të një sëmundjeje të rrallë. Sëmundja e Gaucher është gjendja gjenetike e rrallë, ku trupi nuk mund të shpërbëjë një lloj të veçantë yndyrë të quajtur glukocerozit. Kjo ndodh sepse mungon ose ka shumë pak nga një enzim e rëndësishme e quajtur glukocerozidaza. Kur kjo enzim nuk funksionon siç duhet, substancat yndyrore grumbullohen veçanërisht në shpret, këmolçi, mushkëri, palc kockore dhe nganjëherë në tru. Këto qeliza të quajtur Gaucher mund të shkaktojnë simptoma të ndryshme në varësi të vendit ku grumbullohen dhe sasisë. Qasja kryesore e trajtimit është terapia e zhvendësimit, e cila jep trupit enzimën që i mungon. Sipas statistikave, në Shqipëri çdo vit janë 16 pacientë që trajtohen në pediatri. Vetëm 1 në 100.000 njerëz mund të preken nga kjo sëmundje. Mbajtja e këtij tenderi është lajm i mirë, pasi shpesh këto familje e blejnë këto barë në farmacitë private, ku çmimi arrin në $200 për një shishe. Megjithatë, sëmundja është shfrytzuar për të sajuar një tender pagar, që nuk ka arsye të jetë i tillë. Bari për trajtimin e Gaucher prodhohet në shumë shtete dhe nuk ka pse tenderi të zhvillohet me një pjesëmarrës. Kështu ka ndodhur në prokurimin e organizuar nga operatori i blerjeve të përshëndruara për llogari të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Më konkretisht, kontrata ka si objekt blerje bari Imogluceras Alfa, pluhur për tretësir infuzion intravenos, 400 unite, me afat 24 mujor për nevojat të QSUNT-s. Fondi limiti caktuar për këtë blerje është 217.8 milion lekë të reja pa të vëshë. Tenderi ka merituar flamur të kuq për riskun e korrupsionit sipas vlerësimit të Open Data Albania. Duhet të fitonte oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim, por në këtë tender jepen 2.2 miliard lekë në procedurë me një pjesëmarrës. Fituesi duket se ka qenë i paracaktuar, Fufarma SHA. Me pronar Yusuf Berberin është ftuar më 20 mars 2026 të vazhdojë procedurat e lidhjes së kontratës. Ironia është në këtë tender, diferenca ofertës së Berberit me fondin limit është vetëm 39 lekë. Arroganca që fshihet pas kësaj oferte nuk ka lidhje as me tregun. Medikamenti gjendet në çmime nga më të ndryshmet, as me mungesën e operatorëve. Por është prezent korrupsioni që zotërohet në tendrat e shëndetësisë, që i ka kthyer në normalitet këto rezultate. Yusuf Berberi është biznesmen hidrokarburesh që privatizoi depon shtetërore të Barnave Fufarma. Kështu pika nevralgjike e furnizimit të spitaleve i kaloi biznesmenit që kishte famë të keqe për mashtrime. Në vitin 2020, Yusuf Berberi u akuzua nga prokuroria se mashtroi për investimet në puset e naftës. Berberi, drejtuesi i kompanisë së naftës Phoenix Petroleum, akuzohej për mashtrim me pasojë të rënda. Mësohet se Berberi kishte marrë më herët në mungesë masën në arrest në burg. Gjykata do të ngarkonte prokurorinë që të ekzekutonte vendimin në fjalë. Asaj kohe firma e tij, Phoenix Petroleum, ishte në qendër të skandalit financiar. Nga hetimet e prokurorisë pas kallëzimit të bërë nga drejtori i Alp Petrol, rezulton se kjo shoqëri me drejtues Naim Kasën dhe Yusuf Berberin kishin marrëveshje për shfrytëzimin e puseve të naftës me qeverinë shqiptare dhe ecuria e saj mbikëqyrje nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Më datë 16 gusht 2013 me anë të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 699, u miratua marrëveshja hidrokarbura nëpërmjet Alp Petrol SHA dhe Phoenix Petroleum Gas SHA për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vend burimet e naftës, Amonic, Drashovic e Pekisht Muris, si dhe në vend burimet e gazit Panaja, Frakull, Povelç, Divjak, Ballaj Kryevith dhe Finiq Karn. Phoenix Petroleum Gas dhe kompania shtetërore Alp Petrol SHA ka negociuar dhe lidhur me një marrëveshje mbi termat dhe kushtet e zhvillimit dhe prodhimit të hidrokarbureve dhe gazit në 5 fusha rezervash në jug të Shqipërisë. Nga të gjitha këto fusha nafte, rezervat gjeologjike janë vlerësuar nga Ish Instituti Shqiptar i Hidrokarbureve në një total prej 6.3 milion ton naftë, nga të cilat ishte shfrytzuar vetëm 12.5% e tyre. Për të shfrytzuar këto depozita në total ishin shpuar 150 puse vlerësimi dhe prodhimi. Për momentin, këto fusha nafte ishin në stadin e avancuar të shfrytëzimit. Berberi u ofrua të investonte teknologji moderne, por në vend të saj bëri vetëm mashtrime me fatura. Më datë 10 maj 2016 të drejtat për zhvillim dhe prodhimin e hidrokarbureve në vend burimet e naftës Pekisht Muris, Finiq Kran u transferuan tek Finpek Petroleum SHA. Sipas kontratës, kompania kishte detyrimin për të bërë investime në puset e naftës, të cilat nuk i kishte realizuar. Megjithatë, kjo kompani paraqiste pranë agjencisë 8 fatura të falsifikuara për shërbime që realisht nuk i kishte përfituar nga kompania amerikane Black Swan Energy Service.
Falsifikimi i këtyre faturave thuhet në dosjen hetimore është konfirmuar nga autoritetet gjyqësore amerikane dhe vlera totale e tyre është 1.3 milion dollar. Ndaj Berberit rëndonin dyshime për mashtrim me pasyra të rënda, fshehje të të ardhurave. Edhe për zyrtarët e agjencisë ishte ngritur akuza është përdorimit të detyrës, ndërsa për tatimorët, ajo e moskryerjes së detyrave nga organit tatimore. Berberi ishte pjesë e zyrtarëve të akuzuar për abuzim dhe shpërdorim detyre, por më vonë e shpëtoi gjykata e apelit në 2020-ën, që i hoqi masën e sigurisë arrest me burg. Ai dyshohet se u favorizuar për të marrë para nga shteti nga ish-drejtori e OST-s, Klodian Gradeci, i cili ka qenë një herësh edhe kreu i hidrokarbureve në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore. Berberi mashtronte dhe nuk kryente investime në puset e naftës, ashtu siç e kërkonte marrëveshja. Isuf Berberi dhe Klodian Gradeci nuk u paraqitën asnjëherë në gjykatë. Ndonse ishin shpallur në kërkim, ndërsa kishte dyshime se ata mund të ishin njoftuar më herët për ato që mund t'i priste, pas hetimeve që kishin nisur prej vitit 2016 dhe u fshehën. Naim Kasa dhe Klodian Gradeci cilësohen si kryesorët në këtë çështje, ku në total rezultonin 1.3 milion dollar fatura të falsifikuara. Të dëmi llogaritet diku tek 600.000 dollar. Mësohet se ka qenë firma Phoenix Petroleum Gas me pronar Berberin, që akuzohej se kishte falsifikuar faturat të një firme tjetër. Drejtori u detyruar të jepte dorëheqjen pas skandalit, ndërsa Berberi vazhdon të përfitojë tendera korruptiv.